Gjën të njëjtit, ju gjejtën Albin Kurtit, të njëjtit, pas një dallim, ata që kanë akuzu Hashimi, këta që kanë bo krime, ju kanë gjujtë Albinit, ju gjejtën Albinit, jo i Serbis, jo do me shkatru, e tjera. Thani, këto dit, të vënd të njëjtit, qohën të Hashimi, mi mirë, Hashimi. Do me tha, ta përfundojmë këtë përgjigje në pyetjen tonë, akuzat e parë janë inicu nga shqiptarët, këta të hujtë kanë vesh, e vërteta që ka viktima, e vërteta që ne nuk mund të negrizhojmë që në Kosovë ka qenë krejt lullë, gjatë lufte, se pas lufte ka qinda njerë që janë vra, dhe kjo është arsyeja, po inicimin e këtyre e kanë marrë shqiptarët. Shqiptarët, kur thëmë, po një grup opinionista, një grup intelektuali e tjera, kanë shru libra, për të... Ti, profesor, shka me ndonë kështu se me meditim e tha, pak ma herët, a me ndonë që do të liruën ata, a beson pa fajsin e tyre? Unë besoj në UÇK, këta e në profesus, që lufta UÇK s'ka qenë e domosdoshme, jo e pastër e këtu, po se pa, çdo luftë që luftohet për liri, është luftë e vërtet, është luftë e domosdoshme dhe luftë që neve na ka sjell lirin. Tani, a besojnë pa fajsi, ne du të me qenë të meqëm, ne shqiptarët. Kush del kundra i drejtësisë? E drejtësi nuk e përcaktojnë adukat, ata prokurorët, ata të akuzojnë. Dhe nuk du të kemë frikë nga akuza që i banë. Unë, nësë më pytë, a beson në gjyqin e Hagës, unë besoj 100%. A kanë dikim këto zhurmat, ose këto manifestime. Për ti sa ndime, a i bojnë hajra tamë? Unë e mendoj 0 hajrë, as 0... Mendimin tane ka pas njëjtë kryetari gjykatës? As minus, por unë sa kum pas punë me gjyqe në aspektin tim komercial, gjyqi i mirëfillt, edhe drejtësia mirëfillt, edhe kjo është fatë për ne, është gjykatësi. Në gjyqi, ai gjykatësi, sa kum vrejtun, ai nuk ka me qenë indikum nga prokurori 100 vjetë, 25 vjetë, 0 efekt. Unë mendoj që faktet, dokumentat, që unë nuk i di, ato determinojnë vendimin e gjykatës. Dhe mendoj që ne, si Kosovë, nuk humbum nga drejtësia. Ne do të ballafaqohemi dhe shteti i ri, ashtu quajtur, i ri, se shteti i Kosovës ka qenë ideja me bë 200 vjet përpara, nuk do të mi ikë drejtësisë. E tja ke po në kanë kështu meditim se tha? Unë në meditim e ku po, tani shqiptarë të kjo tranum, që kur kum thonë meditim, kur kum shkru liber për meditim, me që shqiptarët nuk e kanë di qka meditimi, po shumë gjarje e kum po që Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli do të lirohen. E ata dy tjertë? Nuk i kum po. Po nëse këta dy lirohen, ajo është si rrëdhoj, se Hashimi po akuzohet i pari, Kadria, tani këta, unë atërë si rrëdhoj, po nuk i kum po, nuk me thot diqka që si kum po. Nuk është që mendim, nuk është analizë, opinion, është pami, tani mund të ju spjegoj në nivel shkencor. E për ata shqiptarë që kanë shku në Hagë edhe kanë deklaru kundër Hashim Thaçit akuza, kina i mendim profesor? Unë thash, dikush të më ka vjedh vici, në tjetëri. Ata që në shku Hagë do jenë publik, do jenë pa publik, unë thash, argumentet, unë nuk i di, nuk mund të jap gjykimon, po ne shqiptarë do të mu ballafaqu me gjyqin, me të drejtën, dhe kjo re, të themi, një re, që nuk vele dritën me depërtuar shpejt, po pengon, me Hagën besoj do ndriqohen gjërat dhe Kosova fiton me që është tani nuk mund ta zhbejmë, është prenu nga shqiptarët mendoj që vetë Hashimi e këta që kanë incu e din mas mirë që s'kanë pas fajkë edhe këto do të burnis psikologjikisht, po pse Hashimi insistoj mu ba? Po da e mu pastu si kishbo? Me pas në i halë. Kjo është analize imja. Absolutisht, me pas halë, unë për shamë, me pas dit, unë kisha ato delegatve. E kisha ato delegatve, mësë e bani për bura. Se e këmë vro filoni? Hashimi në atë ko ka pas fuqi. Po kam bujtë dhe mësë me bo?
Absolutisht. Arshimi në atë kohë, ka këgja shefi Pra, madh. se një përfundim ja unë profesor, si pas teje, historia çka do ta shpolla që më thoqin? Ato nuk e di, ta presim gjyqin, mos te lojmë gjyqin rahat. Po s'ka rëndësi gjyqi, na po flasim për historinë. Historia nxonësit, domethënë fëmijët tonë, Hashimi, çka kanë më mësuar histori për Hashim Thaçin? për Hashim Thaçin, historia nuk shkruhet me njëherë. Zakonisht historia mas i desëm ne. Mas 100 vjetë shkruhet. Po, kur nuk kem dikim, kur njerëzit janë të lirë, sa je president, mund të ketë manipulime. Pani dhe një mendim, çka mendoni që ka më shkruar për ish presidentin Thaçi?